Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vulën e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit. Të dashur televizionistë të televizionit Peace TV, jemi së bashku me ciklin e emisioneve Fjala që udhëzon. Fjala që udhëzon është një temë në vete dhe duhet i dedikohej edhe një emision në vete kësaj fjale, por duke qenë se përgjatë gjithë ciklit përsëritet nga një fjalë e re e cila udhëzon, nuk e pa më të nevojshme që ta përsërisim dhe t'ja dedikojmë një emision në vete. Të nderuarit e mi, sot do t'jemi me një tjetër fjalë dhe veprim të profetit alayhi salatu wassalam, i cili udhëzon dhe orienton për mënyrën më të duhur, për mënyrën më të bukur dhe më ideale të mundshme. Tregon sahabiu i nderuar Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu dhe thot: teksa që ndronin me pejgamberin alayhi salatu wassalam, erdhi një person prej ensarëve. Ensarët janë banorët e Medinas, domethënë janë vendalit. Erdhi një person prej ensarëve dhe e pyet të dërguarin e Allahut dhe i thot: o i dërguari i Allahut, cili konsiderohet më i miri ndër besimtarët? I thot profeti sallallahu alaihi wasallam: ahsanuhum khuluqa, ai që e ka moralin më të lartë. I thot o i dërguari i Allahut, cili konsiderohet besimtari më i mençur, më i urtë, më vizionar? I thot profeti alaihi salatu wasalam: ai që më së shumti e përmend vdekjen dhe përgatitet për vdekjen, ose përgatitet për pas vdekjes. Ai i cili më së shumti e përmend vdekjen dhe përgatitet për pjesën e pas vdekjes, ai është më i mençur dhe më i urti në mesin e besimtarëve, ose që konsiderohet besimtari më i urtë. Vim tek pjesa e parë, orientimi i parë profetik i dërguarit Zotit alayhi salatu wassalam. Gjithmonë kur ndalim me këto fjalë profetike të nderuarit e mi, më shkon mendja tek një ndodhi e dietarit të shquar Ali Tantawi, Zoti e mëshiroft, i cili tregon një ngjarje të tij dhe thot: teksa isha në sallën e konferencave me studentët e mi të shumt, dhe u drejtohem, thot, studentëve dhe u them: a ka mundësi që nëse dikush vjen në këto çaste dhe thot kam në dispozicion vetëm 15 minuta, a është e mundur t'ja prezantosh atij islamin, pra përmbajtjen e islamit, çfarë përmban Islami, ta prezantosh atë në mënyrë të përgjithshme? Thot dhe studentët nisën me radhë, njëri duke thënë që diçka e tillë është e pamundur, sepse kemi kapitullin e besimit, kemi kapitullin e adhurimeve, në kapitullin e adhurimeve kemi namazin, tek namazi kemi pastërtinë, kemi gjërat e pista, çfarë e prish ose çfarë nuk e prish namazin. Më pas kemi agjërimin, se kur hyn agjërimi, cilat janë kriteret e atij i cili obligohet me agjërimin, zakati, xhallahu e kështu me radhë, duke përmendur më pas edhe aspekte të tjera të cilat kanë lidhje me gjykimin, pra me çështjen e gjykatave. I thash: o vëllezërit e mi, përse i vështirësoni gjërat? Po a nuk është hadithi i Xhibrilit alayhi salam, gjithë përfshirës dhe prezantues i islamit, të cilin ne kemi trajtuar më parë, pra ku ai Xhibrili alayhi salam shkon në formën njerëzore dhe e pyet profetin alayhi salatu wassalam se çfarë është Islami, çfarë përfaqëson Islami, çfarë është imani, çfarë përfaqëson besimi, çfarë është ihsani, pra përkushtimi në adhurim dhe kryerja e atij adhurimi, domethënë në masën më të mirë të mundshme. Kur do të bëhet kiameti, gjërat kësaj natyre, a nuk e pyeti gjithçka që kishte lidhje me prezantimin e Islamit? I than patjetër që po. Tha, e gjitha kjo ngjarje, e gjitha kjo ndodhi, ky hadith i profetit alayhi salatu wassalam, që është gjithë përfshirës ndër hadithet bazë të fesë tonë islame, që e ka konsideruar domethënë Imam Abu Daudi apo Imam Ahmedi dhe të tjerë dietar, një ndër 4 hadithet mbi të cilat mbështetet Islami, pra që është si një shtyllë për njohuritë dhe dituritë islame. A nuk është domethënë ky hadith në këtë lloj minutazhi, pra në një 15 minutash po themi? I thanë: shiko, me patjetër, por
Rasti konkret ishte rasti i profetit, atëherë përse i vështirësoni gjërat. Profeti alayhi salatu wasalam, kur themi që fjala e tij udhëzon, duhet ta kemi një model në jetë, që do të thotë që përgjegjësia tek ne duhet ngrihet në piedestalet më të larta. Duhet të marrim përgjegjësitë mbi supe. Duhet i themi vetes, shiko, njeriu të cilin e ke para vetes, i cili është pasyra jote, edhe nëse ka një tjetër qasje për jetën, edhe nëse ka një tjetër drejtim në jetë, por është pasyra jote. Mos e nënçmo, mos e neglizho në të njëjtën kohë. Mundohu që një fjalë të cilën t'ia thuash të jetë si një melhem, si një ilaç shërues, si ai mjeku i cili nuk është i smur dhe ndoshta asnjëherë nuk është prekur nga smundja e pacientit të tij, ama ilaçin din t'ia jap. Din ta analizoj çështjen e tij, ashtu duhet të jetë besimtari. Kështu ishte profeti ynë i dashur. Por akoma dhe më e bukur është se sahabët, shokët e tij, ishin njerëz të tillë dhe ata, pra që përshtatenin me dërguarin e Zotit. Dinin se si të pyesnin, dinin konkretisht për çfarë të pyesnin, se çfarë është më e dobishme për ta në jetë. Ndaj dhe sahabiu i nderuar, pra Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu, në rastin konkret tregon se as emrin nuk ja din këtij personi. Sepse sikur ta njihte atë me emër do e kish përmendur që erdhi filani tek i dërguari i Zotit. Por thot erdhi një ensari, pra erdhi një banor i Medinës, pra duke ditur që ka vendali dhe ka dhe të ardhur. Kjo nuk përbën ndonjë problem. Thjesht është një dallim, një vlerësim në të njëjtën kohë, sepse ensarët ishin ata të cilët e mbështetën të dërguarin e Zotit, mbështetën dhe muhaxhirët, emigrantët, ndërsa muhaxhirët, emigrantët sakrifikuan gjithçka në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Pra jo vetëm që e mbështetën të dërguarin e Zotit, por dhe sakrifikuan gjithçka. Në të njëjtën kohë edhe ensarët sakrifikuan dhe ata gjithçka për ndërtimin e stabilitetit të një shteti të fortë siç ishte ai i të dërguarit të Zotit. Pra shkon ensariu, vendaliu, medinasi dhe e pyet të dërguarin e Zotit, cili është konsiderohet besimtari më i mirë, më me vlerë. Pra a ka pyetje më të bukur se sa kjo? Dën diçka konkrete, dën diçka, njeriu i cili pyet për të mirën të nderuarit e mi, nëse nuk është aplikuesi gjithçka e të asaj që ai po pyet, do t'i mbetet diçka. Është një lloj si personi i cili merret me kultivimin e bledhve. Pra edhe nëse nuk e merr prodhimin aq sa duhet, por më e pakta ai është një rrugë të mbar, është një rrugë të mirë. Dhe ajo që do të nxjerr prej këtyre bledhve, prej angazhimit prej këtyre bledhve, është një ndër gjërat më me vlerë në jetën e njeriu. Është si shembulli i shokut në jetë që profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, shembulli i shokut të mirë dhe shembulli i shokut të keq ose shoqëruesit të keq. Është si shitsi i parfumit, si personi i cili shet parfum. Ky i pari nëse nuk të fut në rrugën e tij, pra nuk ta jep zanatin e rrugës tij, më e pakta të lë atë aromën e këndshme, aromën e mirë. Ndërsa ky i dyti është si shembulli i farktarit, i cili nëse nuk të fut në këtë zanat, zanat i cili domethënë për nga natyra e tij është vazhdimisht domethënë i jenë kontakt që të mos jesh i jën konsideratën fetare, por të mos jesh i pastër estetikisht. Pra mund të jesh vazhdimisht i nxirr, vazhdimisht duart tua, domethënë të jenë të çrregullta e kështu me radhë. Thotë, nëse nuk bëhesh në këtë formë, por krahas saj ka dhe aromën e keqe. Pra shikoni se si pyesin sahabët. Pra sahabët pyesin cili konsiderohet besimtari më i mirë. Përse pyet vallë? Pyet sepse ai dëshiron të jetë në këtë rrugë. Cili konsiderohet besimtari më i mirë, ose cili është besimtari më i mirë? Thot profeti alayhi salatu wasalam, besimtari më i mirë është ai që e ka moralin më të lartë. Çfarë është morali? Morali janë ato veprime deri diku ajo edukat dhe virtyte që i bart njeriu dhe e shoqërojnë njeriu në vazhdimisht, që e veçojnë nga gjallësat e tjera. Çfarë është morali? Morali është ai veprim me cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam hajrin më të madh që pati në shoqëri, ishte pikërisht morali i tij. I dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam ishte edukator me moralin e tij.
Nuk sillej me kundërshtarin i dërguar i Zotit me atë që mendonte kundërshtari se do të sillej me të, por sillej me kundërshtarin me moralin e tij, ato që thonë të shiko se kjo është pjesë e imja. Ka ndodhur që në kohën e profetit ose një ndër ngjarjet e shumta që ka ndodhur për treguar moralin e profetit alayhi salatu wassalam, dikush i kërkonte diçka me ngulm dhe nga morali i dërguarit i Zotit ishte edhe pjesa që i dërguarit i Zotit, domethënë, kishte turp që ta refuzonte dikë ose t'i thonte se nuk mundem. Dikush i kërkonte diçka, ti i vinte turp ta refuzonte dhe t'i thonte jo ose nuk mundem për diçka të tillë. Dhe një ndër të pranishmit, pasi i dërguar i Zotit, domethënë, për disa çaste me radhë tentonte që si ta shmangte, pra që të mos i thonte jo atij që po ja kërkonte diçka, i thotë i dërguar i Zotit më pas, pra i thotë një prej shokëve të tij, pse nuk na e bëre me shenjë? Pra një ndër gjërat ofenduese, thënë ndryshe, është që ti ndodhesh me dy palë të ndryshme, me dy persona apo më shumë, me dy palë apo më shumë se sa kaq, dhe normalisht njerëzit nuk janë në marrëdhënien tonë, në afrimitetin, jo në marrëdhënien tonë, por në afrimitetin tonë me njëri tjetrin nuk janë të gjithë të njëjtë. Pra, si ke djalin, nuk e ke vllajin. Si e ke vllajin, pra si është lidhja dhe raporti yt me vllajin, nuk është me kushëririn. Si është lidhja jote me kushëririn, nuk është me fëmijën. Si është lidhja jote me fëmijën, nuk është me një të panjohur. E kështu me radhë, njerëzit gjithë secili ka pozitën e tij në jetën tonë. Pra, dhe ka një pozitë të veçantë që nuk bie ndesh me pozitën e tjetrit. Dhe profeti alayhi salatu wasalam padyshim që kishte të tillë që ishin më të afërt nga disa të cilët ishin më të largët. Mirë po, kur i dërguar i Zotit nuk niste ti diferenconte njerëzit, dhe kur ky i thotë që o i dërguar i Zotit, pse s'ma bëre me shenjë? Pra, po rrin disa palë tani dhe nuk është për sinqeritetit që të flasësh në një lloj forme që diferencon midis tyre. Pra, një fjalë jone, domethënë një fjalë urtë popullore thotë fjalët e veshit thuhen sheshit. Faktikisht kjo është fjalë fetare, sepse Allahu xhallal xhelalu, po ashtu dhe i dërguari i tij kanë ndaluar të bisedojnë dy veta me njëri tjetrin, pra në vesh, ndërkohë që gjendet një i tretë, apo kur janë më shumë se sa aq, por janë prezencë të njerëzve dhe nis dhe i flet tjetrit tek veshi, vetëm nëse mund t'i kërkosh leje, pra ti marrësh leje dhe ti thua shiko, është diçka që nuk ka lidhje fare me ju. Ose më e mira, më e hishme do të ishte që ti bësh shenjë, a mund ta marr për 2 minuta për shembull. Dhe në rastin konkret, ky i thot profetit që pse nuk na bëre me shenjë, sikur të më shkelje syrin, fjalë bie. I thot profeti alayhi salatu wasalam, pa nuk e din se një gjë e tillë nuk e bën i dërguar i Zotit. Pra nuk i ka hije. Kështu që dhe profeti alayhi salatu wasalam me moralin e tij normalisht që ishte jashtëzakonshëm, i pakrahasueshëm, model po, dhe një model i cili vetëm se vezullon dhe shndrit larg në horizont, por jo se ti mund ta arrish atë. Pra ti mjafton që e ndjek nga larg në horizont shembullin e profetit alayhi salatu wasalam dhe ti në vetvete bësh një pasqyrues i dritës ti madhështore. Pra një dritë e cila ndriçon dynjan, ti bëhesh një përcjellës i kësaj drite dhe asgjë më tepër. Pra profeti alayhi salatu wasalam kishte moral me të voglin, kishte moral me të moshuarin, kishte moral se si sillej me një grup njerëzish, kishte moral se si u fliste femrave, cilat ishin raportet që ndërtonte në shoqëri. Gjitha këto, domethënë, ishin morali të dërguarit të Zotit. Dhe është një kapitull komplet në vete që nuk do të mjaftonin cikle emisionesh. E gjithë feja jonë është ndërtuar mbi moralin. E gjithë feja ahsanuhum khuluqa, më i miri ndërta në moralin e tij. Pra, nëse ke një person i cili i kryen adhurimet e Islamit, siç është falja e namazit, agjërimi i ndryshëm, qoftë ky agjërimi nafile apo agjërimi farz, kryerja e haxhit, dhënia e zakatit, i bën të gjitha këto veprime më së miri. Mirë, po në të njëjtën kohë është i pamoralshëm. Çfarë peshon kjo? Çfarë peshon në atë peshorën e njerëzve? Asgjë. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la
wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin. Thuaj, thot Allahu xhalla xhelal. Namazi im, kurbani im, jeta dhe vdekja ime janë për Allahun. Pra çfarë do thot janë për Allahun? Do të thotë që i kam vendosur të gjitha në shërbim të Allahut, i veproj vetëm për hir të Allahut, ashtu siç obligon Allahu. Në ati nuk i bëj shok, kështu jam urdhëruar të veproj dhe unë jam i pari i cili nënshtrohem. Shikoni se sa bukur Allahu subhanahu wa taala na e përshkruan jetën e besimtarit. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam kur i flet pikërisht këtij besimtari dhe i thotë: "Qo besimtar, o ti i cili ke zgjedhur ti biesh në sejdë Allahut të paktën 5 kohët e namazit në ditë, o ti që ke zgjedhur ti përgjigjesh Allahut në agjërimin farz, o ti që ke zgjedhur të sakrifikosh pasurinë tënde dhe egon tënde personale duke dhënë atë çfarë të ka obliguar Allahu, o ti i cili ke zgjedhur të sakrifikosh me pasurinë dhe me lodhjen të sakrifikosh deri dhe rahatin tënde për shkuar dhe për të kryer haxhin. Mos i ço veprimet e tua dëm. Mos i ço veprimet e tua dëm, por plotësoj ato." Siç thot profeti alayhi salatu wasalam, Allahu don që kur dikush e vepron një vepër ta perfeksionojë atë, ta bëjë në mënyrën më të mirë. Pra si është gjë më e mirë e mundshme, për shembull si rasti i Aishës radhiyallahu anha, e cila kur jepte sadaka i parfurmoste ose i pastronte mirë ato monedha të cilat do t'i jepte për hir të Allahut. Dhe kur e pyetën dhe i thanë që Aishë, domethënë, pse e bën diçka të tillë, tha sepse sadakaja para se të shkojë tek dora e nevojtarit, atij i cili ka nevojë për të, shkon tek Allahu subhanahu wa taala dhe desha që të ngrihet sadakaja ime në formën më të mirë të mundshme, pra e perfeksionuar si vepër. Ose profeti alayhi salatu wasalam kur fliste për agjërimin e ditës së hënë të ejte, në ditën e hënë thonë është dita në të cilën kam lindur, ndërsa në ditën e ejte është dita në të cilën veprat e javës ngrihen tek Allahu subhanahu wa taala dhe dëshiroj që ditën kur veprat do të ngrihen tek Allahu të jem agjërueshëm. Apo si rasti kur zonja nderuar Aisha radhiyallahu anha në bisedat që kishte me të dërguarin e Zotit dhe konsultat e ndryshme që kishte me të, i thotë ai dërguari i Allahut filania për një fqinje të saj. Nuk përmendet për ndonjë adhurim tepër të spikatur, për ndonjë vepër tepër madhështore, thënë ndryshe domethënë. Veç faktit se edhe me fqinjet e saj është e mirë. Domethënë është e sjellshme, është e moralshme, është e afrueshme. Nuk i shqetëson. Thot profeti alayhi salatu wasalam, pra ky është morali. Morali është ajo vepër, heshtje, afrimitet, të gjitha këto virtyte, të cilat janë konform fesë Allahut dhe dëshmojnë dhe për të dhe njerëzit. I thot profeti alayhi salatu wasalam, ajo është tek dëshmia e njerëzve. Pra është e mirë ashtu sikurse dhe e përshkruan. I thot i dërguari i Allahut filania shuhet për adhurimet e saj të ndryshme, për sadakat e saj, për gjitha veprimet e sakrificat e ndryshme, mirë po ka një tmet. Ajo i shqetëson fqinjet e saj me gjuhën e saj. Pra, mund të jetë fakti domethënë që përgojon, mund të jetë fakti domethënë që merret me thashëtheme, por mund të jetë dhe fakti domethënë që i përçmon, tallet me to, i ofendon, gjëra të gjitha të kësaj natyre. E rëndësishme është që i shqetëson. Thot profeti alayhi salatu wasalam, ajo është tek dëshmia e të tjerëve. Do të bëjmë një pushim të shkurtër për të rikthyer sërish në pjesën e dytë, për të trajtuar pjesën e dytë të kësaj fjale profetike. Bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish. Shikues të nderuar, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar pikërisht me orientimin e profetit alayhi salatu wasalam. Për shikoni të nderuarit e mi. Sahabiu e pyet: kush është më i miri i besimtarëve? Pra e bën dhe vetë dallimin. Kush konsiderohet besimtari më i mirë? I thot ai i cili është më i moralshëm. Në sjelljen e tij, në çehrën e tij, në prezantimin e tij, në heshtjen e tij, i qeshur, i afrueshëm, ashtu siç thot profeti alayhi salatu wasalam, el mu'minu ya'lafu yu'lafu la khayra fi man la ya'lafu la yu'laf. Besimtari të miqson dhe miqsohet, dhe nuk ka dobi në atë besimtari i cili as nuk të miqson, pra nuk të ofron miqësi, por as nuk miqsohet kur ti i kërkon, i ofron atij miqësi.
Pra, e pyet o i dërguari i Zotit, kush është më i miri? Më i miri është më i moralshmi. Kush është më i mençuri? Më i urti, më i zgjuari. Njerëzit shpesh herë kur flasin për mençurinë, konsiderojnë mençuria atë person i cili është hileqar. Atë person i cili nuk ka norma në jetë. Thot filani, është i aftë. Mashtrues i madh, ama është i aftë. Shumë i zgjuar. Kjo nuk është zgjuarsi. Zgjuarsi është kjo që do të na thojë i dërguari i Zotit. Zgjuarsi është të zbatosh ato që kërkon Allahu subhanahu wa taala prej teje. Edhe sikur e gjithë bota të vlerësoj dhe të thoj se filani është i çmendur, se filani është i lojtur, e emërtime të ndryshme të cilat janë sinonime të këtyre dy frazave, mbetet për ty që zgjuarsia është ti bindesh Allahu subhanahu wa taala. Dhe profeti alayhi salatu wassalam pasi e ka treguar që pjesa e parë që qen ka domethënë të jesh i moralshëm, duke qenë i moralshëm, pra jo më kot, e ka paraprirë me moralin, sepse pa moral nuk ka zgjuarsi. Pra mund thuash tani për shejtanin, domethënë, shiko se shejtani është i zgjuar sepse arrin t'i mashtrojë njerëzit, arrin t'i shtojë masat e tij, intrigat e tij ka dhe shumë raste ku fitojnë ose triumfojnë, më mirë themi. Edhe pse e keqja kurrë nuk triumfon mbi të mirën, po themi. Dhe të themi se është i zgjuar, mjafto fakti që shejtani i mallkuar dhe ata të cilët e ndjekin Zot mos na bëj për tyre, mjafto për treguar naivitetin e tij, për treguar se nuk ka lidhje me mençurinë, me zgjuarsinë, me inteligjencën, mjafto fakti që humbi xhenetin. Të kesh një grad shumë të lartë pranë Allahut subhanahu wa taala dhe të përfundosh domethënë të bëhesh prej xhehenemlive dhe të konsiderohesh ti se ti qen ke i zgjuar domethënë dhe qen ke i aftë, në asnjë mënyrë jo. Profeti alayhi salam pra i thot këtit. I drejtohet këtij dhe i drejtohet kujtdo tjetër. Kush është më i urti prej tyre, më i mençuri, më i zgjuari? Është ai i cili më shumë ti e përkujton vdekjen. Lind pyetja natyrshëm. Pse është e rëndësishme ta përmendim vdekjen? Çfarë vlerë pas ka përmendja e vdekjes, sepse përmendja e vdekjes të tregon realitetin tënd njerëzor. Të bën të jesh me këmbë në tokë. Le të imagjinojmë së bashku sikur për disa çaste të vetme. Ne jemi në ditë ku një ndër urimet që ja drejtojmë, po flas urimet e masave, kur dikush ka ditëlindjen ose kur dëshiron t'i urosh jetë të gjatë, ne kemi arritur aty sa themi u bëfsh 100 vjeç. Po kjo botë ka pasur boll njerëz të cilët jo 100, po kanë jetuar dhe 1000. Po, ky pra është qëllimi i gjithit, ta përmbushësh domethënë në numra të jetën tënde, ky është qëllimi? I pyetur Nuhu alayhi salam, sikur se përcillet në disa rrëfenja të ndryshme hebraike, domethënë israeliate, i pyetur se si tu duk jeta e kësaj bote, domethënë si e vlerëson ato. Tha si dy dyër. Tek njëra hyra, tek tjetra po dal. Pra, përkujtimi i vdekjes ty të mundson të reflektosh dhe të kuptosh dhe një herë tjetër realitetin tënd. Realitetin njeri. Për sikur për disa çaste të mendosh, në jetë duhet të arri këtë, dhe i arrite, po pasaj. Dhe vjen një çast që ti i braktis të gjitha këto, sepse dielli siç lind në mëngjes, ashtu do të perëndojë dhe në mbrëmje, me patjetër që do të perëndojë në mbrëmje. Dhe kur vjen ky çasti, domethënë, atëherë çfarë të mbetet gjë tjetër? Të mbetet i kujtosh vetes gjithçka që nga e përkohshme. Edhe të mirat në këtë dynja që janë të përkohshme. Po edhe e keqja, sprovat e ndryshme, mundimet e ndryshme janë përkohshëm. Nuk ka mundim në këtë dynja në pafundësi. Nuk është e vërtetë fjala që dikush thot pra si je në hallin në cilin ai ndodhet, apo kur e pyet për dikë i cili është në hall, në sprovë, në problem, dhe i thuhet që si je, më keq s'ka më.
Ruaj na Zot, mund thoj vetëm ai i cili ka hyrë në xhehenem, o Zot na ruaj prej tij. Kur thua më mirë s'ka më quhet kur je në xhennet. Madje Allahu subhanahu wa taala, o i madhnueshmi Allah, na bëj risk që të bëhemi pjesë e atyre të cilëve do a drejtojsh këtë pyetje. Kur të futen banorët e xhennetit në xhennet dhe xhehenemit në xhehenem, Allahu xhelalu do u flasë xhennetlive dhe do u thojë: çfarë keni për të thënë pra për shpërblimin të cilin po e përjetoni? Do t'i thonë: o i madhnueshmi Allah, më shumë se ç'meritojmë, më shumë se ç'jemi përpjekur. A doni më, i thot Allahu. Shikoni pra, kjo është e mira e cila në konsideratën e tyre nuk ka më përtej i saj, dhe në rastin e xhennetit pas ka akoma një të mirë më të madhe se sa vetë përjetimi i mirësive të xhennetit. Allahu pra i drejtohet dhe i thot: a doni më? Thot: çfarë më shumë se sa ka që i madhnueshmi Allah. Dhe thot profeti alayhi salatu wassalam: dhe aty Allahu me madhnit vet do ta heqi perden midis tij dhe krijesave dhe do të shohin bukurinë e të madhnueshmit Allah, dhe të gjitha këto bukuri që quhen bukuria e krijesës si xheneti, domethënë, nuk do të hyjnë më në sy. Pra, të mirë dhe të keqe absolute në këtë dynja nuk ka. Edukohu. Nëse je në një hall, thuash elhamdulillah. Falenderojmë Allahun dhe durojmë në emër të Tij. Nëse je në mirësi, të falenderojsh dhe t'ia dedikosh Allahut këto mirësi në mënyrë që Allahu të mundsojë ti përjetosh akoma dhe më gjatë. Nevoja e përkujtimit, t'ia përkujtosh vetes vazhdimisht vdekjen, është ajo domosdoshmëri, do ta quajë ndryshme, është domosdoshmëri. Përkujtimi i vdekjes për besimtarin është domosdoshmëri. Është ajo domosdoshmëri e cila ty të bën të reflektosh, të qëndrosh larg zullumit, padrejtësisë, të keqen të cilën me shpresën se do të pendohem të ardhmen, vdekja është ajo e cila ti ndërpret të gjitha këto shpresa. Ashtu sikur se përcillet në një fjalë profetike e diskutueshme në saktësinë e saj: udhkuru hadhim al-ladhat. Thot profeti pra alayhi salatu wasalam, ose përcillet nga ai të ketë thënë: përkujtojeni shpesh ato që u aprish rahatin, u aprish qefet, u aprish planet, të gjitha. Ndaj profeti alayhi salatu wasalam u fliste besimtarëve, u fliste në atë formë që të mirën bëje sikur të jetë çasti i fundit që je në këtë botë, dhe të keqes largoju sikur të jetë çasti i fundit në këtë botë. Pra si do të dëshiroj ta mbyllje jetën? Thot i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam: kur Allahu ja don të mirën një robi, o Zot na bëj prej tyre. Kur Allahu ja don të mirën një robi, e përdor atë. I tha në i dërguari i Zotit: si e përdor Allahu xhel xhelalu? Tha: e përdor për vepra të mira, për realizimin e veprave të mira para mbylljes së jetës së kësaj bote. Pra e bën një shembull, një model që edhe kur e mbyll jetën e kësaj bote, e mbyll domethënë si një vepër mirë. Pra e para, profeti alayhis salam thot, është ai, për kush është më i mençur i këtyre besimtarëve të moralshëm, të cilët janë fokusuar tek pjesa e moralit në jetën e tyre, kush është më i mençur i këtyre tani? Më i mençur i tyre është ai i cili e përkujton vdekjen. Duke përkujtuar vdekjen, njeh realitetin njerëzor dhe njeh madhështinë e Allahut, i cili as nuk është i lindur, as nuk ka lindur kënd, as nuk ka lindur vetë për i kujt, dhe as nuk linde, as nuk vdes, ndryshe nga ty që ti lind dhe vdes. Ti sot je dhe nesër nuk je, dhe në ditën kur nuk duhet jesh, duhet të vazhdoj misioni i madhërimit të Allahut subhanahu wa taala. Nëse do t'ja ke shoqëruar emrin tënd këtij kalvarit të gjatë të besimtarëve dhe këtyre të cilët i shërbyen besimit, ti ke shpëtuar, në të kundërt ruaj në Allah. Dhe e pason profeti alayhi salatu wasalam duke folur tashmë pikën e dytë. Pika e parë, përkujtimi i vdekjes. Pika e dytë, përgatitja për pas vdekjes. Përgatitja për pas vdekjes, çfarë do thotë? Do thotë mos rrish në shpresën se ç'mund të bëj tjetri për ty, qoftë dhe fëmia yt. Kam rritur fëmijët, kam edukuar fëmijët, ase inshallah dhe këta nuk do më harrojnë mua nesër. Para se të rish në shpresën e këtyre dhe të mbështetesh veprës së tyre të supozuar që edhe këta nuk do më harrojnë mua nesër,
Qëndroi faktit që Zoti ta çojë të mirën tek dera dhe veproje ti, mos kurse. Mos kurse tek ajo e mirë. Mos për to. Pra e supozojmë një mjeku, një hoxha dhe një kujdo, po flasim në rastin konkret. Një mjeku ja prish rahatin natën një pacient. Bëje niyet në emër të Allahut, mos shfry, mos thuj of, sepse Zoti me madhnit vet do ja japi zgjidhje robit ti. Por lum për ty, kur zgjidhja për të tjerë do të jesh ti. Profeti alayhi salatu wasalam thot: "Men nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah." Kush ndihmon muslimanin në shlyerjen e një halli problemi nga hallet dhe problemet e kësaj bote, Allahu me madhnit vet do ta ndihmojë atë në shlyerjen e hallit për halleve të ditës së Kiametit, dhe kush e mbulon një tmet besimtarit, Zoti do t'i mbulojë atij në ditën e Kiametit. Pra imagjinoni. Ja përkujton vetes vdekjen dhe punon përpas vdekjes, nuk mbështetet tek veprat e tjerëve, por ta përmbyllur fjala orientuese dhe fjala udhëzuese e profetit alayhi salatu wassalam, e përkthyer ndryshe me fjalë më të shkoqura dhe shkurt, është: nëse dëshiron të jesh besimtar i cili jetën e kësaj bote e konsideron një artë të ahiretit dhe qëndrimin në këtë botë nuk e vlerëson ndryshe vetëm si një urë që e ndërton për të shpënë në xhennet, ti duhet t'jesh, pas njohjes së Allahu subhanahu wa taala dhe zbatimit të asaj që kërkon prej teje, duhet t'jesh njeri i moralshëm në të gjitha dimensionet e moralit, në sjellje, në heshtje, në kontrollimin e gjymtyrëve, dhe pas kësaj, për të patur vazhdimsi që krahas moralit, pra besimit, moralit, ti jesh edhe i urtë, ti jesh edhe i mençur, çfarë lipset? Lipset t'ja përkujtosh vazhdimisht vetes që je i përkohshëm, do vdesësh shumë shpejt. Gjëja e parë që do humbasësh do të jetë emri yt. Ndoshta je lodhur gjithë jetën dhe ke thënë kam ndërtuar emrin, por gjëja e parë që do të humbasësh do të jetë emri, sepse kur vdes do të thonë sille xhenazën, nuk do të thrasin më në emër. Edhe në varr nuk do të pyesin se si e ke emrin, por do të pyesin kush është Zoti yt, kush është feja yte, kush është i dërguari yt. Nuk do të merren me këto prezantimet tona, domethënë modeste. Dhe për ta finalizuar të mençurinë e këtij njeriu, krahas përkujtimit që i bën vdekjes, është dhe fakti që përgatitet fort për pas vdekjes për të lënë vepra madhore, të cilat janë një vazhdimsi e asaj që ai ka nisur për t'i shkuar atij të mirat dhe sevapet në mënyrë të pandërprerë. E lutim Zotin xhelel xhelalu të na bëjë prej tyre në këtë dynja me veprën dhe praktikën tonë, të na bëjë prej tyre në ahiret ditë kur do të kemi nevojën më të madhe të bashkagjitemi karvanit të profetit tonë dashur. Me kaq që mbyllim për natën e sotme, bashkë i takojmë në javën e ardhshme. Deri atëherë, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.